Përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative pas sulmit të koordinuar i Shëndërmori i Shtetit Bashkuar të Amerikës së bashku me Izraelin ndaj Iranit. Sa të fundit në shenjë akmare sulmuan disa shtete të rajonit, përfshirë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Për të mësuar më shumë lidhur me këtë situatë, kemi një komunikim të drejt për drejt me ambasadorin e Shqipërisë në Emiratet e Bashkuar Arabe, zotin Ridi Kurtezi. Zoti Kurtezi, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje Mario. Si paraqitet aktualisht situata në Emiratet e Bashkuara Arabe, situata sigurisht? Ju e dini, sepse ka dalë nëpër media, ka pasur një sulm me dron dhe me raketa nga ana e Iranit në territorin e Emiratet Bashkuar Arabe, kryesisht nëpër objektet e sigurisë lartë, dhe si pasojë disa mbetjeve raketore këto mbetje kanë rënë edhe në disa vende sikur në Dubai, në një zonë të banuar, apo në aeroportin e Abu Dhabit dhe aeroportin e Dubait. Por që situata për momentin është e qetë. Sulmet e fundit kanë qenë sot mëngjes në aeroportin e Abu Dhabit, ku ka pasur disa dëmtime të lehta dhe ka pasur një të vdekur. Zoti ambasador, çfarë ndodhi në Dubai apo në Emiratet e tjera, qoftë në aspektin e sigurisë apo për shkak të bllokimit edhe të fluturimeve, kemi parë në media që është raportuar edhe kjo? Duhet të theksoj se Emiratet e Bashkuara Arabe ka një sistem shumë të zhvilluar antiraketor, mund të them se nga sistemet më të mira në botë, për faktin se shumë nga këto raketa apo drone janë interceptuar, mbetjet e tyre kanë rënë, dhe në një rast këtë ngjashëm kemi pasur në Dubai apo dhe në Abu Dhabi. Sa i përket hapësirës ajrore, ajo kuptohet është e mbyllur për momentin, pasi përndryshe sistemi antiraketor nuk do funksiononte nëse nuk do ishte kjo pikërisht po mos ishte i mbyllur hapësira ajrore. Kështu që deri në një moment të dytë do qëndron e tillë. Zoti ambasador, sa është numri i përafërt i shtetësve shqiptar që jetojnë, punojnë apo ndodhen aktualisht për pushime në Dubai, dhe a ka pasur ndaj ambasadës kërkesa për ndihmë? Numri i shtetësve shqiptar, cilët janë rezident në Emiratet e Bashkuara Arabe, është shtet. Ata numri të turistëve, ai është i pamatshëm, po vlerësohet që të jetë rreth 1500-2000 tjerë. Ambasada nuk mund ta parashikojë numrin e turistëve, pasi në Emiratet e Bashkuara Arabe hyhet pa vizë. Dhe kurse sa i përket kontakteve, ne jemi në kontakt përmes një numri emergjent dhe përmes emaileve, dhe mundohemi që ti qetësojmë dhe të mos krijohet panik. Se realisht nuk ka vend për panik për momentin. A ka pasur raste emergjente apo situata që ka qenë dashur edhe ndërhyrja juaj si ambasadë, ndoshta edhe juaja si ambasador atje? Jo, fatmirësisht jo, deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë rast emergjent. Kuptohet që ne jemi këtu për t'i ndihmuar dhe për t'i asistuar në çdo rast. Çfarë masash ka marrë ambasada e Shqipërisë atje në koordinim edhe me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për të garantuar sigurinë, po ashtu edhe informimin ndaj gjithë shtetësve shqiptarë që ndodhen këto kohë në Emiratet e Bashkuara? Po, ambasada dhe Ministria e Jashtme dhe ambasada po e ndjek me vëmendje situatën, mendoj jo vetëm në Emiratet e Bashkuara Arabe, por në gjithë lindjen e mesme. Është në kontakt, ambasada është në kontakt me autoritetet vendase këtu. Unë sapo kam dalë nga një briefing me ministren e shtetit për Evropën këtu në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ajo që ne dëshirojmë është që t'i kërkojmë gjithë shtetasve shqiptar në Emiratet e Bashkuara Arabe që të jenë të kujdesshëm, duke shmangur daljet e panevojshme, duke ndjekur udhëzimet e sigurisë të autoriteteve lokale, po dhe të ambasadës. Cili është mesazhi juaj ambasador ndaj shqiptarëve që ndodhen në Emiratet e Bashkuara, por edhe familjarëve të tyre që ndodhen në Shqipëri apo kudo gjetë, të cilët janë shqetësuar nga këto lajme që po qarkullojnë? Mesazhi është që të mos krijojmë panik, të ndjekim situatën, me shumë gjaz do ketë zhvillime për mirë, nuk duhet të jenë të shqetësuar, siç e thash, Emiratet e Bashkuara Arabe ka një sistem antiraketor tepër të zhvilluar dhe nuk ka vend për panik. Qartë. Ambasador, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë komunikim, faleminderit shumë për detajet që u përcollet nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe për thirrjen që bët ndaj shtetësve shqiptar.
Faleminderit juve.